Media dhe fuqia e saj. Media si pasqyrë dhe formuesja e realitetit. Në botën moderne, media nuk është më thjesht një mjet informimi. Ajo është ndëruar në një forcë të padukshme, por jashtëzakonisht të fuqishme, që ndikon në mendimet, ndjenjat, vendimet dhe sjelljen e shoqërive të tëra. Media formson realitetin, krijon narrativa, ndërton heron dhe rrezon figura, ndez edhe shpresa dhe shpesh mbjell frikë. Ajo është bërë një nga shtyllat kryesore të pushtetit bashkëkohor. Nga gazetat e para të shtypura të radioja, televizioni dhe sot, rrjetet sociale, media ka evoluar në mënyrë dramatike, por fuqia e saj ka mbetur e njëjtë. Aftësia për të ndikuar mendjen e njerëzve. Pyetja kryesore që shtrohet është: a kontrollon media shoqërinë apo shoqëria median? Historia e medias dhe zgjerimi i ndikimit. Historia e medias fillon me nevojën e njeriut për të komunikuar. Shkrimet e lashta, kronikat, pergamenat dhe librat ishin format e para të ruajtjes së informacionit. Me shtypjen e shtypshkronjës nga Gutenberg, informacioni u bë i qasshëm dhe më i shpejt në përhapje. Ky ishte hapi i parë drejt revolucionit mediatik. Radioja solli zërin në çdo shtëpi, televizioni solli figurën dhe emocionin, ndërsa interneti solli shpejtësinë dhe globalizimin e informacionit. Sot një lajm mund të përhapet në sekonda dhe të ndikojë miliona njerëz brenda pak minutash. Media nuk është më një burim i vetëm. Çdo individ me një telefon inteligjent mund të bëhet prodhues përmbajtjeje. Kjo ka rritur lirinë e shprehjes, por edhe ka krijuar kaos informativ, dezinformim dhe manipulim masiv. Media si pushteti i padukshëm. Shpesh thuhet se media është pushteti i katërt për krah pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Kjo sepse ka fuqinë të ndikojë opinionin publik, të orientojë debatin shoqëror dhe të ndikojë vendime politike. Media vendos çfarë është lajm, çfarë është e rëndësishme, kush duhet të ndëgjohet dhe kush duhet të heshtet. Përmes përzgjedhjes së lajmeve, titujve, imazheve dhe gjuhës, media mund të ndryshojë perceptimin e realitetit. Një ngjarje mund të paraqitet si krizë apo si sukses, si rrezik apo si mundësi varësisht nga mënyra e raportimit. Kjo fuqi bëhet më e rrezikshme kur media lidhet ngushtë me interesa politike, ekonomike apo ideologjike. Në këto raste, media nuk informon, por orienton dhe manipulon. Media dhe formimi i mendimit publik. Mendimi publik nuk lind rastësisht. Ai ndërtohet gradualisht përmes përsëritjes së mesazheve, imazheve dhe narrativave. Media luan rolin kryesor në këtë proces. Kur një mesazh përsëritet vazhdimisht, ai fillon të perceptohet si i vërtet, bëhet normë shoqërore dhe më pas pranohet pa u vënë në dyshim. Media ndikon në mënyrën si njerëzit e shohin veten, shoqërinë, suksesin, bukurinë, familjen, fenë dhe moralin. Ajo mund të edukojë edhe shumë të deformojë vlerat. Në veçanti të rinjt janë më të ekspozuar ndaj ndikimit mediatik. Rrjetet sociale kanë krijuar një realitet paralel ku vlerësohet fama e shpejtë, pamja e jashtme dhe miratim virtual, shpesh në dëm të përmbajtjes dijes dhe karakterit. Media e vërteta dhe manipulimi. Një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë është dallimi mes së vërtetës dhe manipulimit. Jo çdo gjë që transmetohet është e vërtetë. Lajmet e rreme, propaganda, montazhe selektive dhe tituj sensacional janë bërë pjesë e përditshmërisë. Media mund të fshijë fakte, të theksojë vetëm një anë të realitetit, të përdorë frikën si mjet kontrolli, të krijojë armiq imagjinar. Në këtë mënyrë, publiku shpesh nuk informohet, por drejtohet emocionalisht. Frika, zemrimi dhe pasiguria janë mjetet më të forta të manipulimit mediatik. Kapitulli 5. Media dhe përgjegjësia morale. Me fuqitë e madhe vjen edhe përgjegjësi e madhe. Media ka përgjegjësi morale ndaj shoqërisë. Ajo duhet të informojë me ndershmëri,
të respektojë dinjitetin njerëzor dhe të mos shndrohet në mjet shkatërrimi moral. Media pozitive edukon, nxit dialog, promovon paqe dhe ndërton shoqëri të shëndetshme, ndërsa media e papërgjegjshme përhap urrëtie, normalizon dhunën dhe dobëson vlerat njerëzore. Prandaj, roli i medias nuk duhet parë vetëm si biznes apo argëtim, por si mision shoqëror. Përfundim, fuqia e medias është edhe në duart tona. Media ka fuqi të jashtëzakonshme, por publiku nuk është i pafuqishëm. Vetdia kritike, edukimi mediatik dhe zgjedhja e burimeve të besueshme janë mënyra kryesore për të mos u bërë viktimë e manipulimit. Në fund, media është pasqyrë e shoqërisë, por dhe mjet që formson atë. Pyetja që mbetet është: a do ta përdorim median për të ndërtuar apo për të shkatruar? E ardhmja e medias varet nga përgjegjësia e atyre që e krijojnë dhe nga vetdia e atyre që e konsumojnë.